Këngëtarja e njohur dhe ish banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, po rikthehet fuqishëm në skenën muzikore me projektin e saj të ri që mban titullin Baby. Kënga pritet të publikohet së shpejti, ku do të jetë në bashkëpunim me Sergjon. Ndërsa Egli ka surprizuar fansat me pamjet nga klipi i ri, ku shfaqet tejet e transformuar. Në pamjet paraprake, Egli duket si një kombinim intrigues mes këngëtarëve të njohura si Kida dhe Xhensila Mirtezaj. Projekti premton të jetë një hit veror, dhe fansat mezi po presin publikimin zyrtar të titulluar Baby, ndërsa Egli ka lënë të kuptohet se ky është vetëm fillimi e një sezoni plot surpriza nga ajo. Me sa duket, që pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ajo është fokusuar totalisht në muzikë, duke lënë pas projektet e saj të mëparshme. Dhe madje edhe lidhjen e saj me Gjesin e ka menjanuar, duke punuar jashtëmase në projektet e saj muzikore. Ose ndoshta, lidhjen me Gjesin po e mban më shumë hermetike se ç'duhet. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.